aktivitetin numër ndor 86 është për raport dërgimi i pakove me fletëtive për votim jashtë Kosovës në periudhën kohore 14 deri në 25 shtator 2025. Ndërsa periudha e votimit përmes postës fillon sot me datën 17 shtator 2025 dhe përfundon me datën 19 tetor 2025. Nga data 15 shtator 2025, Sekretariati i KQZ-s përkatësisht Divizionin për Shërbimin e Votuesve gjendet në fazën e përgatitjeve dhe në të njëjtën kohë në procedim të pakove individuale me fletë votime për votuesit e regjistruar suksesshëm për votim jashtë Kosovës. Deri më sot në orën 13 janë kompletuar rreth 15.000 pakove individuale me fletë votime dhe sipas konfirmimit nga Posta dhe Telekomi i Kosovës, rreth 10.000 pakove tashmë janë dërguar jashtë Kosovës, ku pjesa më e madhe e tyre janë për shtetet Austri dhe Gjermani. Nëse marrim për bazë numrin e votuesve të regjistruar suksesshëm që në total është 43.993, i bie se janë proceduar pakome me fletë votime për rreth 34% të votuesve të regjistruar suksesshëm. Gjithashtu ju informojmë që pakome me fletë votime të dërguara kanë përbajtur fletë votime për Guvendin Komunal dhe për kryetar komune, zakën kthyes dhe zakën e fshehtësisë, si dhe udhëzuesit për mënyrën e votimit dhe kthimin e pakos me fletë votim. Gjithashtu ju informojmë se Divizioni i Shërbimit të Votuesve është duke vazhduar me punë intensive nga ora 8 mëngjesit deri në ora 12. Pas mesnatë, me qëllim të përcedimit sa më shpejt të pakove me fletë votime, gjithashtu në hapësirat ku është duke u punuar janë vendosur edhe Posta dhe Telekomi i Kosovës, zyrtarët e Postës dhe Telekomit të Kosovës për procedim të pakove me fletë votimeve sipas procedurave të tyre. Gjithashtu, hapësira ku është duke realizuar ky aktivitet vëzhgohet nga kamerat e gjizuse dhe sigurohet nga Policia e Kosovës. Kjo është sa i përket një raportimi për periudhën e votimit përmes postës për zgjedhjet lokale të datës 12 tetor 2025. Faleminderit Rusnik. A ka dikush diçka ose të përtesh? Faleminderit kryesues. Parafërsisht me këtë tempo të punës, kur mendoni se do të përfundon dërgimi i këtyre pakove për fletë? Sipas tempos së punës aktualisht ne vlerësojmë që ky proces do të përfundojë në ditët e vikendit të kësaj jave, të shtunën ose të diellën më së larg. Sipas tempos aktuale që kemi, normalisht që në ditën e parë ka shku si proces ka qenë më i kadalshëm, sepse kjo mënyrë e përgatitjes së pakove është për herë të parë që bëhet për KQZ-s, dhe dita parë ka qenë më e ngadalshme, sigurisht që ky proces do të shkojë shumë më shpejt në ditëve vijim. Sipas planit operacional, sa di unë është data 23 që do të më përfundu kjo, ashtu që ne jemi në kohë. Dikush diçka tjetër lidhur me raportim? Nëse jo, vazhdojmë me pikën e radhës. Alenit. Faleminderit, kryetar. Këshilli i Operacioneve Zgjedhore ka shqyrtuar planin e sigurisë, plan operacional sigurisë për zgjedhjet lokale 2025. Ky plan operacional i sigurisë është shqyrtuar gjatë 12 të Këshillit të Operacioneve Zgjedhore. Ne para një muaji kemi dhënë komentet tona lidhur me këtë dokument për gjitha plotësimet të ndryshimet që duhen të bëhen kuadër të këtij dokumenti. Janë bërë këto ndryshime, pra janë plotësuar lidhur me listën e personave që duhet të kenë qasje në qendrat komunale të numërimit, në QNR dhe në gjitha hapësira tjera të KQZ-s, duke përfshirë edhe për vendvotimet, për shkak të çështjeve që kemi identifikuar gjatë zgjedhjeve parlamentare dhe vështirësive që kanë pas edhe zyrtarët policorë për të identifikuar personat të cilët kanë qasje në këto objekte. Kjo tashmë rregullohet përmes një marrëveshje me ta të paraparë në bazë planit operacional të sigurisë, por edhe gjitha çështjet tjera asaj përket edhe aspektit kibernetik dhe pra sigurisë kibernetike të platformave të KQZ-s që po përdoren, pra do të jenë në koordinim të plot gjitha këto platformat që i kemi në posedim që i përdorim, do të jenë të ndara bashkë me institucione tjera, të cilët sigurojnë edhe ofrojnë siguri për këto platforma në mënyrë që të mos rrezikohemi nga sulmet e mundshme apo nga në qofshin ato edhe nga problemet teknike që mund të kemi në vepaqe dhe në platforma tjera tona. Rekomandojmë si Këshilli i Operacioneve Zgjedhore që të miratohet ky. Policia e Kosovës këtë rast ka dhënë komentet e tyre lidhur me këtë dokument. Kemi
revidu pastaj edhe konsiderojmë që është në përputhje tashmë edhe me kërkesat e tyre edhe të Këshillit të Operacioneve Zgjedhore dhe rekomandojmë për miratim. Faleminderit. Faleminderit Arianit. Ka dikush diçka lidhur me këtë raportim, këtë plan operacional? Nëse jo, e hedh në votim. Kush është për? Atëherë me 9 vota për, miratohet plani operacional i sigurisë. Pika e radhës. Faleminderit. Pika e radhës është 10 vota. Këshilli i Operacioneve Zgjedhore ka është njoftuar nga sekretariati për kutitë postare që do të përdoren për këto zgjedhje për gjithë votuesit jashtë Kosovës. Pra të gjitha këto kutitë postare, ashtu siç ka qenë edhe kërkesa e jonë si KQZ që të hapen në kryeqytete dhe kështu po ndodh përjashtimisht disa vende për cilat fokusi është më i madh i popullsisë, them kështu i institucioneve, në këtë rast ambasadave të Kosovës është i fokusuar në ato qytete. Në vendet e Evropës, pra po flas për Gjermani, respektivisht edhe për Zvicër, do të jenë në kryeqytetet e këtyre vendeve, përkatëse këtu do të hapen kutitë. Sekretariati ka insistuar që emërtimi i këtyre kutive postare të jetë me emrin të njëjtë, me aq sa ka qenë e mundur, edhe Ministria e Punëve të Jashtme dhe ambasadat kanë insistuar tek operatorët e kontraktuar në secilin vend përkatës që të kenë një emërtim të unifikuar, deri diku është arrit, varësisht tash edhe pe kritereve dhe rregullat që i kanë vendet përkatëse. Këto janë 23 kuti postare që do të hapen, nuk ka nevojë për miratim sepse i kemi disa prej tyre janë të hapura. Tashmë janë kontraktuar për më shumë se një vit, disa të tjera janë të sapo kontraktuara. Arianit, nëse s'ka dikush diçka këtë pikë, atëherë vazhdojmë me pikën e radhës. Almir. Zahvaljujem predsjedavajući, pozdrav za sve. Komitet odnosno Odbor za budžet i financije održao je 12. sednicu za redom juče i razmatrao je prijedlog odluke za isplatu dnevnica za angažovano osoblje. I to osoblje angažovano u biračkim centrima, menadžeru biračkog centra, predsjedavajućem biračkog odbora, članu biračkog odbora, službeniku pomoćnog stola, rezervnom članu odbora, predsjedavajućoj tima za prebrojavanje i svim članovima za prebrojavanje, tehničkim radnicima, usluge za transport i sve ovo imate prosleđeno na e-mail, vidjeli ste, sve ove uplate su znači izražene u netom iznosu, to ono će direktno da dobiju ovi ljudi koji budu angažovani. Ja ne bi sad ulazio u cenu, nije ništa promijenjeno od posljednjim izborima, tako da predlažem da se ova odluka usvoji za isplatu angažovanog osoblja na predstojećim izborima. Zahvaljujem. Faleminderit Almir. A ka dikush diçka? Po, Renit. Unë kam lidhur me pikën 5, besoj që pagesat nuk kanë ndryshuar, po e 5-ta që është për pagesat e komisionerëve antarëve rezervë të këshillave të vendvotimit. Këtu sekretariati e ka një rol, administrata e ka një rol që në momentin që këta antarë të këshillave të vendvotimit angazhohen gjatë ditës së zgjedhjeve, pra nuk qëndrojnë në kuvendin komunal apo në hapësirën e KKZ-s aty, por angazhohen, marrin pjesë në vendvotim, pra shërben si antarë të këshillit të vendvotimit, si komisioner, atëherë këta duhet të paguhen me barabart me të tjerët të cilët janë të angazhuar në orare të plota, pra me 150 euro, 50 euro për një ditë të angazhimit, që i bie 150 euro për komisioner. Pra njëjtë duhet jetë edhe me antarin rezervë, jo të përfundojnë në fund me vetëm 50 euro të pjesëmarrjes në trajnim apo të vetëm faktit që ai po qëndron aty. Pra shuma duhet t'i alokohet e njëjtë. Kjo jetë administratës që të menaxhojë. Në momentin që një antar rezervë angazhohet si rregullt në vendvotim në ditën e zgjedhjeve. Veç kjo të kihet parasysh, të kihet kujdes, dhe tjetra konsideroj që duhet bëhen gjitha masat veprimet, e kuptoj që nuk është kuadër kësaj, po tash si kryesuesi i Këshillit të Operacioneve Zgjedhore që të kërkohet prej secilit komisioner që gjitha dëshmit
këtë rast që nuk kanë arrit të dërgohen nga subjektet politike, po flas për dëshmitë bankare, tu kërkojnë komisionerëve gjatë trajnimeve që t'i dorëzojnë ato dëshmitë bankare, pra të llogarisë bankare dhe dokumente tjera që vërtetojnë një llogarinë e tij. Drejtor, besoj që isha e qartë që të mos kemi probleme të njëjta që i kemi pas në zgjedhjet parlamentare ku pagesat e anëtarëve të këshillave të vendvotimit janë bërë me nga 3-4 muaj vonesë pas ditës së zgjedhjeve. Vetëm një pyetje për sqarim, sa i përket transportit, a janë eliminu krejt ato problemet e vogla që i kemi pas herën e kalume me tekstet që janë miratu, ose me gjatë e kemi po që për një munges, një fjale, apo gjys fjalie, ka ndalë ndë një problem. Lidhur me këto ajo? Po, lidhje me transport. S'ka lidhje me këto. Transporti me ditjet. Nuk është me ditje, dhe më thonë, unë e dëgjova... Pasur fundit atje transport. Po. Sa paguhet e ka po, nuk është për këtë folit. Kjo tjetër, kjo për prej qendrës vendvotimit deri tek prej vendvotimit deri në ÇKN, ana sjellës. Okej. Çështje tjetër me atë transportin që ne bojmë para ditës së zgjedhjeve. Kjo është transportim që ndodh prej qendrave komunale të numërimit në vend votime. Nëse s'ka dikush diçka tjetër, e hedh në votim, kush është për miratimin e pagesave për stafin angazhuar, atëherë me 10 vota për miratohet, 10 vota për se më herët e konstatohet si not. Hajde se ka